shikues, mirëmbrëma, jemi sot këtu në podcastin në platformën digjitale të Okult, në kanalin e YouTube-it Okult. Para se të fillojmë emisionin ton me të ftuarit special, dëshiroj të falenderoj sponsorët e emisionit ton që ndihmojnë në zhvillimin normal të këtij aktiviteti. Sot ne jemi duke hetuar ngjarje të rëndësishme, të mëdha, që mund të vënë vulën e tyre nëse do dalin me sukses në një ndryshim të partive dhe të elitave të ardhshme të qeverisë. Sigurisht ka një përpjekje dhe një luftë nga elitat e vjetra të cilat duan monopolin e pushtetit dhe të fuqisë të vazhdojnë ta mbajnë ata, dhe këto janë elita që janë krijuar dora dorës nga viti 90 dhe në vitin 2005, mbase mund të themi që në vitin 98 kur ka hyrë lideri aktual që drejton qeverinë i Partisë Socialiste, Edi Rama, ndërsa Sali Berisha është lideri i PD-s, ndoshta një nga liderat më të vjetër që përpiqet të qeverisë në këtë lloj sistemi demokratik dhe në fakt e ka drejtuar vendin për 13 vjet, por duke qenë edhe pjesë e opozitës, kurse Edi Rama ka qysh në vitin 98 si ministër kulture dhe më mbrapa kryetar bashkie për 3 mandate në mos gaboj, dhe së fundmi ka 3 mandate si kryeministër dhe është në vitin e 14 të qeverisjes. Ka pak kënaqësi të madhe nga shtresat e papërfaqësuara, ka qeverisur me shumë arrogancë dhe të paktën nga protestat e deri sot me arroganca i ka rënë. Ka qenë një kryeministër i ndërkombëtarëve, kryesisht i sionistëve, por edhe i majtistëve në botë kur kanë udhëhequr deri në epokën, deri në kohën e presidentit Biden në Amerikë, që ka qenë një nga udhëheqësit kryesor të majtëve të botës, dhe sot përpiqet të rregullojë marrëdhëniet me presidentin Trump nëpërmjet piruetave dhe manovrimeve të ndryshme, duke falur sovranitet nga Shqipëria dhe duke bërë tradhti kombëtare, siç akuzohet nga protestuesit e shumtë. Dështimi i 2 liderave duket në numrin e vogël të votuesve, të cilët janë rreth 40-50%, po edhe kjo shifër mund të jetë pak e fryrë dhe manipuluar, dhe tregon se gjithë pjesa tjetër e elektoratit nuk i mbështet, s'ka interes për ta, ose është larguar nga Shqipëria dhe nuk interesohet më për politikën të zhgënjur nga udhëheqja e këtyre 2 partive, e liderave të këtyre 2 partive në bashkëpunim me ndërkombëtarët, të cilë me imperialistët ndërkombëtarët, aq duan ta shfrytëzojnë Shqipërinë, dhe maja e icebergut të këtij bashkëpunimi ishte falja e Sazanit, shitja e Sazanit falas tek Jared Kushner dhe ndër i presidentit Trump dhe vajza e tij që ka bëri të shpërthenin protestat. Ka shumë mundësi që këto lloj investimesh bëhen nga ata që ne dikur i kemi përkrahur dhe i kemi mbështetur kur kanë qenë në periudhë të vështirë, po ata me sa duket nuk kuptojnë nga kjo lloj gjuhe dhe ju mungon respekti dhe u përpoqën që ti mbështillen Shqipërisë si ata gjarprind. Së bashku me kryeministrin, këta kanë kapur platformat e ndryshme të kontrollit, siç është i Albania, ku njerëz të afërt të kryeministrit kontrollojnë të gjitha shërbimet elektronike që ofron shteti shqiptar nëpërmjet kësaj platforme private. Nëpërmjet Akshit, ku ai kishte vendosur mafjen me jaka të bardha dhe mafjen ordinere, të cilët në bashkëpunim me mafjen sioniste përpiqeshin të kontrollonin gjithë ekonominë e popullit shqiptar.
Rama dihet që është i afërt me aktivitetin bankar së bashku me gruan e tij Linda Ramën tek American Bank dhe njëkohësisht ka krijuar një bankë elektronike ku 70%, rreth 70% është investim nga offshore dhe nuk dihen aksionerët dhe ka shumë mundësi që këto të jenë pare korrupsioni ose krimi, ashtu si ke offshore-et në investimin në Durrës dhe duket që po bëhen disa enklava ku dyshja Berisha Rama mund të kenë bërë një marrëveshje sekrete për të sjell ashtu siç vepruan në Shqipëron greke, kur në vitin 2018 u mor një zonë turistike shumë e lakmuar në Shqipëro nga disa investor të lidhur me sionistët, të cilët thanë që do ndërtojmë resorte ku Shqipëroja do fitojë aq e kaq, dhe në fakt janë bërë pallate dhe janë streuar rreth 25.000 sionistë, të cilët kanë nevojë për thellësi strategjike për të zhvilluar luftrat e tyre për të bërë Izraelin e madh. Sot jam me dy personazhe karizmatike dhe shumë të dashur për publikun, të cilët vazhdimisht kanë qenë në për mediat e ndryshme dhe vazhdimisht ngjallin kërshëri tek publiku i cili është shumë interesuar sa herë që ata dalin e japin mendimet pjekura dhe për shkak të eksperiencës së tyre. Kam zotin Selamie Nisheri, ish deputet në Kuvendin Popullor, është një nga personalitetet më të njohura ka edhe një parti që mbulon kryesisht, jo vetëm, por kryesisht interesat e pensionistëve dhe është përfaqësuesi kryesor i pensionistëve dhe sa herë që ka zgjedhje, sigurisht që partitë e mëdha lakmojnë të bëjnë koalicione me ta. Gjithashtu është presidenti i Çamërisë, zoti Tasim Mehmeti, të cilin e kisha dhe në një emision që ka ngjallur interes nga shumë ndjekësa të podcastit tonë për gjërat interesante që ne biseduam në një emision para 2-3 javësh, në mos gaboj. Sot më surprizuan me dy lule që janë lule dielli dhe kisha dëshirë ta pyesja zotin Tasim për çfarë janë këto lulet, se më thej që duhet t'i bëj si surprizë në emision. Alfred Çako, unë të falenderoj sepse je një patriot i vërtet që e do Shqipërinë dhe o të ishe pendereset tua, ti ke gjithë zgjidhje tjera siç kanë jetë shumë ostallar. Por ti ke qenë nga njerëzit politikan që ke folur tull për vrasjen e Festim Latos dhe Tasim Mehmeti nuk e harron këtë. Kjo lule është në respekt të genocidit çam që ka 82 vjetorin, njëkohësisht dhe ajo goja jote patriotike ke fol Festim Laton dhe si e tillë asnjë politikan nuk ka folur. Kam bërë dhe rezolutën për Çamërinë. Patjetër. Kur kam qenë edhe ti jam mirënjohës, në fal për emocionet. Është vetmja rezolut e firmosur në Kuvend që e kam martuar unë me 2-3 të tjerë. Unë jam lutur te varri i president vrar, kur e sollën në Vlorë. Dhe si e tillë, unë jam pjesë e tij, pjesë e Kombit Shqiptar e demokracisë shqiptare e të djathtës shqiptare, jo ekstreme. Me mjetet demokratike ligjore do zgjidhen të gjitha. Unë të uroj suksese vllai. Faleminderit, respekt për çdo patriot shqiptar, për çdo çam i cili ka vendosur jetën e vet në interesat dhe në altarin e Çamërisë dhe të adheu tonë. Faleminderit për të dhuratë. Po lind diell i ri për Kombin Shqiptar. Selamie Nisheri. Ky do jetë shekulli shqiptarëve. Po. Selamie Nisheri ka qenë nga njerëzit, unë do kisha marrë mandatin e Vangel Dules, ku se mori asnjëri, edhe ky ka qenë nga ata që firmosi, bashkë me Kostaj Papon, në sa kujtim Gjuzi, me Zef Shtjefnin, ustallar të xhaketave të veta ruse me shtof angles nuk firmosën. Pse? Nuk e donin zërin patriotik të Çamërisë atje në Kuvend. Kështu që zoti i bekoft të gjithë ata që më duan respektojnë, të gjithë ata që duan Kombin Shqiptar. Ja ku janë miq, ja ku janë shqiptar, kanë takuar një brestëri sot. Më kanë përkëdhelur, më kanë shtrënguar si ku të kisha e vlatë e mi. Zoti i ruajt. Po, sot jam bërë shumë foto me të dy zotërinj të nderuar që i kemi ftuar këtu, madje kishin ardhur edhe disa të rinj sepse e njoftuam në një
nga këto rrjetet sociale, këta bashkëpunëtorët e emisionit tonë, këta djemë të rinj, edhe kishin ardhur madje edhe nga Amerika kanë qenë disa që kanë ardhur ndoshta dhe rastësisht, po ndoshta dhe posaçërisht, dhe para se të fillonte emisioni kemi pasur edhe foto dhe kujtime në paradhomën e studios tonë. Zoti Selami, ju besoj më dëgjuat ato që fola unë, bëra një hapje, tash do të jetë fjala për ju. Si e mendoni ju, pse u derdh gota dhe ndodhen këto protesta, dhe Rama ka thënë që jo 5.000 të dalim, po dhe 500.000 ne do të vazhdojmë punën tonë. Si e shpjegon këtë arogancë të Ramës dhe si mund të zgjidhet ky konflikt i madh mes një pjesë të madhe të popullit që ndjen veten të papërfaqësuar dhe politikës, se duket që të dy këta janë bashkë, dhe opozita zyrtare dhe pushteti, qeveria. Jam i lumtur që jam në studion tuaj me mikun tem i cili gjithmonë ka kontribuar që jeta e shqiptarëve të ecin përpara. Pavarësisht se jeta ka rrjedh ashtu siç ka rrjedh, po në lidhje me këtë që më pyesni, unë kam disa gjëra që publiku që më njeh them që janë gjëra krejtëreja, që nuk i kanë një gjuhë ndonjëherë, dhe që qeveria dhe opozita, ajo pjesë që quhen vetin opozitë e Sali Berishës, janë të dyja bashkë që e mbysin zërin e këtyre që po them vetë tani. Dhe populli këtë që po ju them unë tani nuk i din. Atëherë, populli është shumë në revolt. Dhe këtë revolt ja ka lënë për me përfaqësu tan popullin rinia e tij. Dhe po të shikosh ato pjesëmarrësit në protesta, janë, po them makare, po 85-90% janë rini. Dhe populli nuk po i përzihet këtyne me shumë mençuri, që të tregojnë se është rinia ajo me cilit bashkelit me kanë, sepse është jeta e tyre përpara që është, si thonë në shkodranët, e marume. Ata nuk kanë asnjë perspektivë zero, dhe kjo perspektivë zero po shkon edhe më shumë zero. Pse? Po konsolidohet numri zero. Atëherë, nga vjen kjo? Pse ndoll kjo gjë? Kjo është mençuria që ne kemi detyrën e politikanëve për t'ia sqaruar, për ta mobilizuar, për ta ndihmuar dhe për ta gjetur rrugën se si ta rregullojmë këtë gjë. Aty në protestë me shumë të drejtë thuhen të gjitha mangësitë dhe parregullsitë e poshtërsitë që i bëhen popullit tonë. Të gjitha. Dhe njerëzit kanë kurajë me thënë nërshmërisht, dhe asnjë fjalë prej aty njerëzve që marrin fjalën aty nuk thonë një gjë që nuk është e vërtetë. Pra janë 12 ditë që nga 3-4 orë në ditë njerëzit tregojnë se çfarë parregullsish ka kjo qeveri. Unë nuk do merrem me këtë se populli ka një gjuhë këtë dhe nuk ka nevojë të një gjë këtu tek emisioni këtu sot nga unë, por unë do të them diçka tjetër. Unë do të tregoj cila është arsyeja që e bën rinin edhe popullin shqiptar me dërnë protest, e para, me rëndësi, edhe e dyta, cila është mënyra se si me e quaj jetën e shqiptarëve përpara dhe me i shpor këtë njerëz të cilët sunojnë këtë popull në mënyrë antikushtetuese dhe të paligjshme. Mirë, po kjo akuzë po bëj tani unë, nuk është një akuzë e vogël. Ti thush një qeverie se ti je i paligjshëm dhe antikushtetues. Pse? Gjatë të cilin asnjë politikan, asnjë folës në protest nuk e ka thënë. Atëherë, për të qenë i saktë, që fjala ime me kënë 100% e vërtet, unë kam marrë të disa dokumenta të cilët provojnë këtë gjë. Pra, që provojnë? Provojnë se qeveria shqiptare që në krye të cilit është Edi Rama, pa përsëris, edhe pa i drejtohem atij direkt. Kur të kesh qef ti, hajde me mund të një emision, të tregoj se je i paligjshëm, je antikushtetues, edhe ti nuk ke të drejtë për me
ullë në karikën e kryeministrit. Dhe sa herë që e bën këtë, ti kryen tradhti kombëtare. Dhe nëse është e vërtet kjo që thash, atëherën ti mos guxo të ulesh më të futesh në kryeministri, sepse çdo qytetar i Republikës Shqipërisë ka të drejtë të vrasin edhe drejtësia do ta nxjerrin pa fajshëm. Pse? Si e nxjerr drejtësia pa fajshëm nëse i vret kryeministrin? Atëherë. Këtu është një dokument që thot numri vendimi i Komisionit i Regulator të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që është marrë me datën 13 korrik 2021 edhe e ka numrin e vendimit 21. Pra, ky vendim Qa viti në 2021 me datën 13 korrik. Po. Pra, sa janë bërë zgjedhjet 25 prillit, janë bërë ankimimet, edhe ankimimet kanë kënë gjykat. Kodi zgjedhor, pra kena fjallin për zgjedhjet e 2021. Po. Aja është që njerëzit nuk e din, edhe këta e mbulojnë këtë gjë, edhe në këtë mënyrë populli nuk e din se nuk e din këtë gjë që pasojnë unë të. Është hera parë që po e them. Atëherë. Ky vendim, pra janë bërë zgjedhjet 25 prillit, partitë politike që kanë marrë pjesë aty janë anku. Në kolegj zgjedhor, në gjykatën zgjedhore, me thënë popullorëshe, që quhet kod zgjedhor. Ajo gjykata zgjedhore. Kolegj zgjedhor. Në kolegj janë anku partitë politike. Një nga partitë politike është edhe partia eme, në koalicioni jonë e më radhë. Këta kodi zgjedhor thot, mos më respektu njënën i kodit zgjedhor që ka aprovu Partia Socialiste në të parlament, përsitën zgjedhjet. Mos me bo ju që këna thonë na aty, përsitim zgjedhjet. Shumë mirë. Atër na, në qënë se ata e kishin pushtetin, atër na jenë detyruar me zbatu atë kodin e tyre. Dhe ky kodi i tyre, thët këtë gjë. Atëherë, ky që bën, Ilian Qiribashi, servili dhe që mon përgjithsin e gjithë saj fatkeqësie të aty në protestuesve që nuk e din ata, është Ilian Qiribashi. Servili i Edi Rams, i cili ka prodhu këtë realitet. Asnjë nuk e thet. Po ja them unë. Kjo dokumenti që e ka firmos zëni Ilian Qiribashi. Ky se që ka dhe Fatmir Mediun, më duket. Jo, s'ka në punë. Ilian Qiribashi këtu thot, ndon mandatin me datën 13 korrik 2021, kur hala nuk kanë marru ankimimet. Dhe në 167 i kodit zgjedhor, thot, a marru ankimimet në gjykat, nuk ke drejt me nda mandatet. Sepse duhet gjykata, se partit politike, a i thet ka, Ilian Qiribashi ka marrë 7 deputet, a i thet 4, dhe unë thet kanë kontestim. Atër është gjykata ja që do vendosin se sa deputet ka njëna tjetër. Kur të marrojnë gjykimi i gjykat zgjedhore, atër ata deputet që kanë thot gjykata, drejtësia, ata do ulin parlament. Po sa zgjatin këto gjykime? Ilian Qiribashi që bën? Me datën 13 korrik, i ndon mandatet Edi Rams e me radhë, pa marru ankimimet. Po valë kam pasur kohë këta të kolegjit zgjedhor të shikonin këto gjykimet, apo? Jo. Mos kanë qenë keq me kohën, mos ishin me pushime ose. Jo, ata kanë radhën e vetë, ankimimet, ata nuk munden me ankimu. Po sa i vonojnë ata? Ata kanë detyrë, ka afat aty, punë 10 ditë maksimalja. Ashtu mirë, gabim atë. Pra, mrena afatit ligjor, ata kanë marrë me shqyrtu si mësë radhës, edhe mrena afatit ligjor, ata kanë shqyrtu. Nena, ky i ka ndo mandatet. Pra, ky nuk pyet, ky Ilian Qiribashi nuk pyet gjykatën zgjedhore, nuk pyet kodin zgjedhor që ka vënë Partia Socialiste dhe i jep mandatet me këtë vendim. Po mos pyet Edi Rama vetëm. Po, Edi Rama e ka urdhëruar me 13 korrik. Ja ku ke këtu me datën 22 korrik. Ja ndet 3. Po, është vendimi këtu me 22 korrik. Po, me 22 korrik. Ja ku duket. Me 22 korrik është vendimi që ka marrë kolegji zgjedhor. Me 22. Tjetri. Me 9 shtator. Ja, drejtoja aty ke kamera, ke tasimin. Ja, me 9 shtator. Më falë. Po. Që dhe me 9 shtator tjetëri.
Ke për mirë që i ke marrë to se thonë ja fut kot pasaj. Jo, po pranoj. Tregoj ke kamerë. Urdo ku i ka me numra këtu, ka me do. Tregoj, kamera kape, Urdo? po, ja ku janë. Po. Po të ketë ndonjëri kontestim mund të vi këtu të bëj debat prapë me zotin Jenisher. Po. Më fal pak. Edhe Ilirianin e ftojmë, edhe Ramën po të doj. Se ja bëri sfidë Jenisheri. Nuk guxojnë me Të ha. vi, po s'guxon ai. Ja. Shikoni këtu tani, ju lutem, me datën, këtu shikoni datën 16 dhjetor 2021. Pra në dhjetor 2021, kur parlamenti kishte në 10 shtator është mbledhur parlamenti, me 9 shtator ka shërtu kolegji zgjedhor. Pra këtu, data 27 korrik. Tu jeni me 13 korrik, që këj ka nda mandatet. E ka ba deputet, ma ka marrë mu, kam kënë deputet, ma ka marrë mandatin. Ma ka marrë mandatin nërë të paliqme, ja ka dhënë tyne. Me datin 13 korrik. Kur me 27 korrik, urdha, me 27 korrik e ka këtu, me 9 shtator po, me 16 dhjetor po, marruan kimimet, të janë ba deputet. Të pyes zoti Selami, sa pensionistë Një ka? sekund, dhe me thonë që parlamenti i 2021-shit, që ka nëjë 4 vjetë, është i legjitim. Janë paliqën. Pra, parlamenti paliqën, që ka prodhu një qeverinë e Edi Ramës të paliqme. Që këj parlament ka vendos presidentin e paliqën, këtë që asot. Që këj parlament ka vendos zgjedhjet vendore që janë ba për... Ky Bajram Bega si e shikon këtë, si duket? Po dhe ky parlament ka mos duhesh edhe ai ta kishë marrë sot tu. Se e zbukuron të dekorin këtu. Ky parlament i paliqëm ka prodhu këtë parlament që asot. Tani o zoti Begaj, të ftojmë kur të duash, hajde këtu në emision. Ku ka letrat? Se ti e plotson këtu këtë dekorin këtu në mënyrë të shkëlqyer. Hajde, edhe ti Rama po të duash. Që ku ka letrat tu? Pas guxojnë më ardh. Atëherë, ajo e rëndësishme që është, konkluzioni këtyne është kjo. Një grup njerëzish që synojnë një popull me polici dhe ushtrit paliqme, si që është qeveria, është quhet junt ushtarake. Dhe sot qeveria e Edi Ramës është junt ushtarake. Presidenti i Republikës Shqipërisë është i paliqëm dhe bë me dal një qytetar i Republikës Shqipërisë me dhra, ai është i pafajshëm. Se i dhe ti je antar i kësaj junte ushtarake, edhe unë të vrava, se ti je të mënë qa popullin shqiptar. Në qoftë se Edi Rama nesër, ose pa marrëm të hanën, shkon në kryeministri, aja është i paliqim dhe çdo qytetar i Republikës Shqipërisë, kushtetuta e Republikës Shqipërisë, ligjit e Republikës Shqipërisë i ka vendosur vetë, e bën të pafajshëm. Prandaj nuk kanë protestuesit duhet ta dinë këtë gjë, këtë dhuratë kaq të madhe që i ka fal Alfred Çako sonte, ku i tregon shqiptarve se ju synon një junt ushtarake dhe të duhet të përullim me respekt para këtij burri që ka kurrajon, që t'ja thonë të vërtetën, të mbështeten në dokumenta që kanë prodhu vetë kjo qeveri, kjo junt ushtarake. Atëherë, ne duhet, unë që të them drejtën, do të kisha shumë dëshirë dhe shumë nevojë që këto fjalë që nuk i ka thënë kush ndonjëherë, që ata protestuesit ta dinë se këta janë junt ushtarake dhe ba me ditë ata protestuesit këtë gjë, atëherë do t'i thojnë ata, e keni gjuhë Selami Jenisherin që të ka thënë në emisionin e Alfred Çakos, ati burrit, ati shqiptarit, ati atletarit të madh. E keni gjuhë që të je junt ushtarake, prandaj po të themi, se ne nuk jemi këtu për ta djeg kryeministrin, as me të vra ty, as kur gjë. Po merr thiri mendjes, edhe merr mend, edhe në qoftë se ti mos ditë hane, kemi hin kryeministri, ne kemi me të himë me forcë. Ti e të hinja të mënyrë të paliqme, edhe ne ty nuk kena me të lanë ty në mënyrë të paliqme. Nuk është e liqme në qoftë se je i liqëm ti, po kur ti je i paliqëm, atëherë unë, veprimet e mia nuk janë paliqme. Tani, nëse drejtuesit e asaj
proteste, do ta bëjnë këtë përjashtim, se unë nuk jem deliri, unë jam pensionist, a më kupton? Edhe në qoftë se ata do të më lejojnë për me i kontribu që ta qëmë jetën e shqiptarëve përpara, se i ka e qenë përpara jetën e shqiptarëve. A më kupton? Atëherë duhet më lejojnë që unë t'ja them ta në qoftë se do ta dinë se them që zëni Alfred nuk e din populli shqiptar këtë që thashun. Pra ne e kam rujtë ta thonë Jo, se kam gjuar asun. Po, atëherë, po, ky Selami Jeni Shehri, ky nuk është vetëm ai person që bjen këtë re, këtë gjë që e ndihmon, energjisën Protest. energjisën protestin. I jep të drejtë ligjore asaj, po ka dhe një gjë tjetër Selami Jeni Shehri, i cili sonte, tani këtu, unë do t'i tregoj shqiptarëve se si quhet jeta e shqiptarëve përpara. Mirë, tash të vazhdojmë çik me tasimin, pastaj prapë do të. Po. Unë kur të dëni ju tregoj se 750.000 pensionista, 750.000 kryefamiljarë, ku janë paret për me arrit pensionin 200.000 Do ta lekë. diskutojmë tash. E para, dhe e dyta, unë di me ju tregu ju se ku janë paret që me arrit buxhetin e shtetit 3 fish. Se i në mësu me rena, do e bëjmë mjekësin falat, s'bën kërësha. Do e bëjmë legalizim falë kërësha. Unë jam tip tjetër. Unë jam politikan tjetër. Unë jam politikan që flasë me dokumenta, me fakte, edhe them, shiku janë lekt për me t'i qutu pensionin 200.000 lekë. Shifi lekt, preke me dorë. Unë them, shiku janë lekt me t'a bërritu i buxhetin e shtetit. Tani nuk kena kohë nështë për me spjegu hollësisht, nëse jeni disponibil. Jo, do flasim dhe për atë. Të pyesim çik Tasimin. Tasim, çka ka ndonjë të re këto 2 javë që kur ke qenë se kanë filluar këto protestat, edhe si është qëndrimi i Çamërisë në lidhje me këto protestat? E para njerë, unë kam një urim për Babamondin, që mbosh 15 vite në krye të kryekështarit botërore Bekdashine në botë. Unë uroj shëndet se më ka bekuar, se unë jam Bekdashi. Po. Ta kam thënë. E dyta, jam veshur me të zeza sot, mbasi në respekt të genocidit Çam dhe të presidentit të vrarë të Çamërisë. Vëlla juaj dhe motat e mia shqiptare. Festim Latos, a? Po. Festim Latos. Po, njëkohësisht unë kam kaluar një problem shëndetësor, një paralizë faciale nga fytyra, të cilat këto vinë për arsye të ndryshme, që ata që kanë inteligjencë më kuptojnë. Tjetra me politikën që po ndodh sot me protestat, unë i mbështes rinë shqiptare dhe thashë që parë, këto lule dielli dhe ajo atje tjetra janë lule që po Ngri dhe ata Selami ta shikojnë se duket vetëm një. Fjori fokusohet vetëm Selamiun. Vetëm Selamiun. Sepse shkoza bukur. Ato janë mesazhe për rinin shqiptare që ky brez sot po ngrihet dhe u therr zemrat e shpirti për të komb, për këtë popull dhe këta shqiptarë të shumë vuajtur që po praktisin dhe po alin vendin e tyre. Tjetër është kjo. Tasim Mehmeti ti the diçka që kuptohet pse më ka ndodhur paraliza. E kuptojnë ata ustallarët. E kuptojnë? Pse se kuptojnë? Ka ndonjë elmim këtu ndonjë gjë? Të gjitha bashkë janë. Të gjitha bashkë janë. Punojnë ustallarët. Mos e pi kafe në një vend, këtë këshill t'jap. Faleminderit. Qëndron. Ndrohet. Qëndron. Edhe unë këtë këshill të jam vetë vllai. Jo, se pi asnjë në një vend. Mirë. Këtu ku më gjetet sot, mund të kisha 3 vjet pa ulur. Kështu që gjithsesi unë do të sfidoj me besimin në Zot. Do të sfidoj, unë jam misionar i Zotit në tokë për të marrë me këto puna. Unë do ta kaloj se që kalova. Më mirë jam sot. Ndoshta edhe ky emisioni sot më dha impulse të reja, të cilat shkarkova. Kështu që gjërat janë bukur. Tani Tasim Mehmeti, presidenti i Republikës së Çamërisë, kërkon tokat e Çamërisë. Vëllezërit e mi shqiptar kërkojnë Zvërnecin. Nuk është vetë politikë këtu. Unë nuk hi në këtë lojra të këtyre ustallarëve. Unë them këtë, tokat e mia mi kanë marrë grekët mua. Na përzun dhe sistemi komunist e Enver Hoxhës, ato historira, pak mos tim detajet tani bëjmë politikën e madhe këtu, na ka masakruar më kej na grekët. Dhe çamut janë përzun na Greqia e para se bashkëpunuan me komunizmin. Slav ortodoks rus, edhe serb. Njëkohësisht edhe si musliman. Ta din shqiptarët. Jo, ajo është një gënjeshtër. Unë kam shkel tokat e Çamërisë. Më ka quar Zoti në të gjitha tokat e Çamërisë. E kam informacionin në terren. Nuk e kam nga të lexuar nga libra e budallëje. Dalin ça sot ka ardhur puna, mbaroi folklorizmi patriotik. Ka ardhur puna konkrete. Në datën 27 qershor, kjo është 82 vjetori genocidit Çam, të gjithë mos të vijnë në Tiranë, të zbresin në Çabot. Të bëjë procese forte, a kuptojnë grekët.
Rinia shqiptare. Po mirë, ata grekët thonë që na ka sulmuar, thonë Italia nga toka tuaj dhe jemi në ligj lufte, thonë, dhe prandaj nuk ja u japin pronat. Prit ta mbaroj. Po Gjermania që na sulmoi ne që nga toka greke, ç'a duhet bëjmë ne? Duhet i përzejmë nga minoritarët ose t'ju themi që prej Greqisë na erdhi kjo e keqe? Si është kjo logjikë kështu e grekëve? Se me këtë ligj nuk ja u japin tokë aty. Ju thonë nga Shqipëria ju jeni shqiptar dhe nga Shqipëria ju minoritet ishit në Greqi. Ata thonë na sulmoi ajo Italia nga ju, thotë dhe ju jeni tradhtar. Ne jemi ata e pranojnë, qeveria tokë shqiptare. Ose lami të lutem, farë vllai don, ke parasysh që gjë. Un kam kurrë dhe e them këtë, që do thotë, ne jemi qytetar grek, por me kombësi shqiptare. Po patjetër. Kaloi, edhe qamëria ka qenë në Europë, dhe është në Europë. Niseni nga qamëria, po e doni, trupat amerikane i këtë territorin e qamërisë. Edhe kush sulmon Donald Trumpin me rendin botror, nuk e se ki kombë. Rinia, Shqipëria e re, do të bashkohet rendin botror. Edhe shikoj që rinia e ka kapur këtë pjesë. Edhe unë i falenderoj dhe i uroj sukses esni, por gjithmonë të shikosh atë njerëz të rinj, vajza të reja. Të kam parë që ke vajtur vazhdimisht, ke hedhur foto, ke hedhur... Shiko, unë vete po mundohem që mos të jem unë ai shkaktari në një gjëje. Unë ruaj, sepse... Ke ruajtur modestinë. Modestinë, dhe njëkohësisht, unë jam i Zjarfikës. Ti je Zjarfikës, ka kosto kjo, edhe kjo buza, nga të Zjarfikës e t'vinë, apo jo? Ka dhe kjo atë mesajnë e saj brënda, ata që kanë inteligencë më kuptojnë më këto pjesë. Unë i tua vleste mi. Kam prej shumë interesar, Fred Qakos, kam marrë të qaj këtu. Kam lënë Greqin, isha punoja atje. Zanacisha. Po ata të LGBT si ke para atje? Dhe mos merë ma këto, ta kanë bërë të një Qa duan ata atje? Ja fu shumë ginekolog atje, dhe shumë mami atje brënda. E kupton tani mos merë ma të punë atje. Jo, thua e truc tash, mos e te kalon këtë pjesë. Nëna Shqipëri ja ku është. Je dakord me ata apo jo? Jam dakord me ata, ata bëjnë shumë ne kemi qenë protest bashkë. Po jo, ta dëgjojmë ata pa Leon, unë di çfarë mendon ti po. Ngritën flamurin ata. Po jemi tani, futem për sabotuar ta prishëm. Tashi aty nuk është flamuri çamërisë, është flamuri i dylberave. Shiko, si shpjegohet? Mos janë më shumë se çamë se kam të karakter, mos janë çamë të LGBT. Alfred, dy fjalë për tatuazh. Tani neve jemi të kujdesshëm. E thash që parë, rini esni, atje vinë provokator për ta prish protestën. Po do të shtojnë. Do të shtojnë, sepse e ka marrë do rinia, që unë besoj shumë të rinia. Edhe thoni e parfumi, si i doni ju more? I doni si ata të 24-25-ës, që kur kishe lidur nëna, ishin larë, dhe pasas flashin më. Ata që morën pushtetin. Ata që morën pushtetin, mos flashin më, vinin e reakcion më. Me dajak. Reakcion, vinin. Ja të më thot diçka Selamiu, se ndërhyri aty ke LGTB, ke flamuri atyre. Qa mendim ke ti Selami për ata? Ke respekt për ata? Unë kam një debulest jashtëzakonshëm për qamërinë, edhe me thënë drejtën, sipas meje, duke nga që e kam menin aty te Kosova edhe te unë kam bë foto me Albin Kurtin, kam respekt për Albin Kurtin, kam shok atë, kam shok presidentin e qamërisë, se kam zemrën shqiptare. Se kam emocion. Normale. Patrioti vërtet. Tani, si është puna? Bo me më lënë mund dorë, me më thënë Selami, si t'ja bëjmë, a ka mundësimin a dhenë mendimin tënë, si mund të marrëm në qamërinë edhe Kosovën. Unë kam një ide pak ndryshe nga gjithë tjerë, edhe që ndoshta edhe mbjen zërë me thënë, po aja është ideja jeme, duke pa të gjitha versionet e mundshme. Të thëmë, unë kam marru fakultet matematik, të gjithë versionet e mundshme të zgjidhjes së këtij problemi, unë thëmë vetëm njena e zgjidh problemin. Sepse këtë gjëra që thënë çamët që mundohen për me dhënë jetë me marrë drejtën e legjitimi që kanë, nuk janë mënyra që mund t'ja dalin. Jo se nuk e kanë të drejtë, se ti mund të kesh drejtë, pa nuk e merr dot. A më kupton? Ai vjen në tokën tonë, është më i fortë se ti dhe të sunon. Prandaj ti ke drejtë, pa se merr dot. Atëherë,
për me e marrë atë, ka një mënyrë se si me e marrë qamrin. Me e marrë grekëve. So ashtu ka jone, ja. Edhe Kosovën, me bo një shtet. Shteti shqiptar, me kënë mërën, në të shtetin shqiptar me kënë edhe Kosova, edhe qamria. Nuk ka forcë kush në botë me na e mohu këtë drejtë. Se vetën bota, historia e njerëzimit, thot qamria, Kosova janë shqiptarë. Atër këta na mohin këtë drejtë. Atër nësi duhet me bo, ka një mënyrë për mu. Ne duhet me bo një referendum, zëni Alfred. Me bo një referendum. Referendum me thonë, ne dera mu bashku, mu bo një prej shteteve të bashkumit Amerikës. Dhe duke u bo me referendum në i shteteve të bashkumit Amerikës, që edhe mund të aprovohet, se nuk ka arsye sepse në Shqipëri, Amerika ka dy baza ushtarake, ka në Kosovë edhe në Koqovë. Atër ne emprojmë shtetin... Këtë trupa amerikane në qamëri, ta disht informacion në teritorin qamëris. Atër ne Shqipëria ka një farë mënyrët, ka Amerikë. Atër, unë them që me bërë referendum populli shqiptar, që mu bëna një prej shteteve të bashkuara të Amerikës, ka me u aprovu. Ama, po doli e vërtet kjo që në qoftë se e bëna referendumin, ja propozojmë Kongresit Amerikan dhe aprovohet qamria dhe Kosova janë tonat. Bashkohen me ne, se i thëtë Amerikani, që të ndimo, aja është në gjenje për me amor me force, ka forcin me amor. Doro, nuk e kena forcin. Do bëjnë shtatë republikat, do bëjnë shtete bashkuara të Shqipërisë. Jo, shtetin në Amerikë, ka kryeministrin, ka qeveri, ka senatorin, ka kongresmenin në Washington. Tirana duhet qëndra këtyre shteteve. Dakor, ishte qeverit këtë programin e saja, do të rishë komunistë, rishë Shqipëri, do hajdu të rishë Shqipëri, do biznesin, halin në qamëri, do patriotizmin në Kosovë, me dvejk Bujanose, i lirita këto. Sa duhet të rafutin. Unë jam për bashkimi kombëtar, basi të një vjen shtetet, me referendum pas e kështë shtetë. Do të ri, qamëri ne kemi bërë këtë në qamëri, kemi kërkuar këtë. Pa nuk thashëm këtë gjë. Jo, të rrëtem. Të jemi të shfallësh shteti Republikës së Qamërisë, shteti përse njët i shtetit bashkuar të Amerikës, protektorati amerikanë, një, e dyta, as me Greqinë, as me Shqipërinë, referendum, deri në një moment, mas 30 viteve të punët e mpresën e mbrapa. Pastaj të bashkohen, si të vinë gjërat, e kupton? Unë jam për bashkim kombëtar, po je bashkim kombëtar me komunistat këtu, me hajdutat këtu, nuk jam tu fol me mentuja. Qamë nuk e hajdut, hajdutrin e mësuar në Shqipëri. A i qamë të vjetë nuk është shqiptar. A flasim me radhë. Më falë, marova. Emocionet janë të kuptueshme, të dy janë personazhe shumë karizmatik, por çështja e qamërisë diskutohet që është një çështje shumë edhe çështja kombëtare në përgjithësi, është një çështje shumë e nxehtë dhe të dy ndonjëherë interferojnë, por do përpiqemi që sikush të thot mendimin e vet, megjithëse mund të mos ketë diferenca të mëdha. Po zoti Selami, po. Për me marr ti Kosovën. Për ta mbyllur. Për me e bashku Kosovën edhe qamërinë me Shqipërinë. A ka në njeri që dinë mënyrë se si mund të amërsh ti për shembull grekut? A mund ishme e marti grekut ati kura i të ka e në bashkimin Europian a islen me hinë bashkimin Europian? Grekët ka lëshuar qamërinë, mërë mëse lëmë këta usadarët, mërë shqiptarë këtu. Pasaj do flasë. A ka mundësi... Si e mendon juve, zoti Selami? Si mund të binden grekët që ta lëshuar qamërinë? Mundësi tjera janë zero, atër për me e ba grekun, për me udërzu... Po, të bëjmë republike... Atër na referendum... Referendum të kalojmë republike e shtetet bashkuara. Mu ba një nga shtetet e bashkumit e Amerikës. Po ta shi që shtetet e bashkuara po parazohen me Kinën, mos ishtë më mirë me Kinën. Na jena Amerikë, mo. Po, me Amerikë. Na jena Amerikë, në Kosovë, a baza ushtarak amerikane. Në Shqipëri, a baza ushtarak, për na jena Amerikë. Për na i thona referendum, ata konë me aprovu. Ama kur të aprovom, ne i qemë pistoletën ati grekut. I thëmë, kjo, i lezëm historinë e njerëzimit, kjo toka Shqipëris, i thëtë, Amerika, jam të marrë tokën të emër, Allah. A i zgodzën me... Nëra tjera,
Këtyre Amerikanëve nuk e ka treguar ndonjëherë këtë, se u ka treguar për shembull një letër Trumpit. Asnjë njeri përveç meje sonte në këtë emisionin tonë. Ktu e ka thënë për herë të parë. Nuk ja ka thënë hekush. Ruajmë ekskluzivitetin, askush s'ka të drejtë të marrë pa na cituar ku është të marrë kjo thënie, e cila mund ta zgjidhë çështjen e çamërisë. Si e mendon ti, Tasim, si mund të zgjidhet kjo çështje e çamërisë? Mund të zgjidhet me këtë mënyrë siç thotë zoti Selami Nisheri? Unë shiko, Selami, unë jam dakord, shumë bukur e etiketove që parti bisedën, dhe kanë shumë gjëra që i bashkojnë, po është një e vogël që i ndam. Kështu unë jam në linjë me Selami unë. Të falenderoj për patriotizmin e gjitha gjërat, por duhet nisur nga çamëria. Unë ja kam nisur, kam kontakte me Donald Trumpin unë. Ja kam nisur mesazhin. Shteti për njëti Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po nuk e lën më po nuk duan këta, ore greku. Po nuk e lën greku. Ose ta dish më merresh informacion këtë. Se kam dhënë herë tjera. Nuk e lën greku, më nuk e lën. Jo greku. Po nuk e lën Çamin, nuk e lën greku për me bë asnjë gjë, kurse na jena shtet, ne kena mundësi me bë referendumin. Me azi jetën greku. Ore edhe këtë suati qendron. Po do haqë koha jo, por të them këtë. E kam thënë një herë. Për 10 ditë. E kam thënë një herë. E kam të mirë konstatuar këtë. Referendumi bëhet për 10 ditë. Selami, e kam të mirë konstatuar, të më fali si po e përsërit për së dyti. E kam thënë një herë tjetër. Grekët e kanë lëshuar çamërinë në format e tyre, e njohin Republikën Çamërisë. Po usallarët e politikës shqiptare nuk e duan, se marrin para nga ato viçat që kanë vënë aty në krye të Çamërisë. Se këta promovojnë kurvat e kurvat e njëri tjetrit. Pra se e dilke. Nuk e dilke pra. Po se di mo. Jo, je dilke, nuk e dilke pra. Ata e kanë lëshuar, qofse... Me kanë lëshuar më çamërinë. Po te po flati shkip. Boshë. Unë bëra thirrje të vetë turista radhje, se turista ikën, sa e turista ikën nga Shqipëria, bëra thirrje. Të vënë në çamëri, të bëjnë pushime të mbara. Nuk i ndalojnë. Nuk i ndalojnë, më kalojnë. Po shtëpitë e tyre mund t'i marrin, t'i regjistrojnë emrin. Ore të vetë ore fillon presioni, fillon gjua, fillon gjallë, ishte ndesur nga brenda, po ndesur nga brenda. Po neve, unë si presidenti i Çamërisë, ja kundra luftës. Unë i dua popullin grek. Po edhe varianti që tha Selamiu pa luftë me diplomaci. Po diplomacia. Si popullin grek, edhe populli shqiptar, unë i quaj vëllezër. Na kanë pritur, na kanë portën. Se që bën politika asaj greke dhe shqiptare është pjesë tjetër ajo. Populli grek është popull demokrat. Një popull që do ekonomi e tregut. Nuk është si në Shqipëri këta usallar që kanë sjell komunizmin ortodoks këtu, jo? Si rregullohet kjo punë? Rregullohet, ka filluar puna. Si? Ja rinia. Është ku e ke atë ditë e madhe, jo kjo rinia. Ku e ke atë riniti? Po çoj. Po çoj. Ke atë riniti? E ti sa ka, e ti sa. Okej. Unë kam çuar. Ke atë riniti? Ka rinia atje në protesta. Po ke atë riniti? Ka atje në rinia. Ke atë riniti? Ka protestë në Çamëria. Ke riniti, mo, ke atë riniti. Si s'ka, kam. Jo, mo. Po kam. Po nuk mundet rinia nuk mundet për me amor. Selami, grekut mo. Neve. Mirë, dëgjoj. Përfaqësues të rinis Çame i ke aty në protestë. Doja t'ju bëja një pyetje. Si ndjen pensionistët që kanë juve në krye për të duke luftuar për kauzat e tyre? Çfarë keni bërë, çfarë mendoni të bëni, se ju e thatë pak në fillim, është rritur 3 herë buxheti për 13 vjet, ndërsa kjo nuk është pasqyruar si rritje kur masa e investimeve publike është e njëjta në përqindje sa çka qenë kur buxheti ishte me 3 milion, se ju jeni matematicien dhe e kuptoni. Tashi me të njëjtën masë të rritjes, pra 3 herë të buxhetit duhet të ishte rritur 3 herë, se nuk është rritur investimet, që për shembull investimet kanë qenë për shembull 10% në buxhetin e parë dhe tash janë bërë 90%. Më kupton? Si ka mundësi që këta nuk i ngrejnë as pagat as pensionet, se ju duhet i mbroni dhe administratën, jo vetëm pensionistët. Atja përgjigje. Po. Pensionistët këtë ditë do të marrin vesh këtë gjë që nuk e din e nuk e kanë marrë. Nuk e kanë ditë asnjëherë. Unë duke rrugtu që në shërbim të aty një njerëz që jam kryetari i Partisë Pensionistëve, partia jonë ka kontingjent 750.000 vetë. 750.000 kry familjar të Republikës Shqipërisë, që janë ata njerëz baballarët e nënat tona, gjyshet e gjyshave, që atë pjesën tjetër të popullatës, për trashëgim tonë, a i dën kush ata më shumë se na? A mund ta besojnë? Prandaj këto partitë e mëdha të thresin për koalicion gjithmonë, se ta kanë nevojë. Edhe pastaj përpiqen të vëmbrylla pensionistët. Atëherë,
Kjo pjesa tjetër, trashëgimtar tonë duhet me thirr mendjes. Mas ju drejtu këtyne rrugaqeve hajdutave që vjedhin e që s'kon bëha. Patronazhistëve. Por jo më këty Edi Ramës dhe Sali Berisha dy janë ata që nuk duhet mi besu ma këtyne dyve, se i kanë besu tretëve, pa tani duhet me këthy shpinën, edhe duhet mi besu baballarëve dhe nanave tona, partisë tyni që ashteve, sepse ne jenë ata që na dridhet shpirti për ne. Një ba, kur ju ka të veshka një vajzës, ja falit veten. A ka mret nesha tonë dashnive që ka bota nana jote. Asaj dridhe shpirti për ty. Po si jo nuk i beson ti jetën tonë dhe babës të nënës tonë, e beson dy rrugaqave, dy vagabondave, dy hajdutve, që janë Edi Rama e Sali Berisha, që ja kam thënë në parlament me dokumenta. Që ku i keni dokumentat që po vërtetoj ka që themun. Po të smuret ku Edi Rama me Sali Berishën, jo falin dhe shka ta si me ndonë tish. Këta shqiptarë. Po që flet më burë. Pa, ata i vjedhin për dit, ata janë milionera, familjet e tyne kanë miliarda, vajza Sali Berish, djali Sali janë miliardera, Edi Rama, gruaja ti me miliardera. Po si mor mi besu ti pra këtyne dyve, e mas mi besu... Për këtë Saliu nuk e besoj, se këtë ka qenë në opozit ka 14 vjetë. Kokër Leku s'ka fituar. Tani, më falë pak. Unë kësha një provozim, kjo se... Unë këshu e mendoj të ashtë. Se mos për akuzojmë kokë. Me leje. Po kush është kjo partia tani? Se më pyte vetë. Kjo partia e pensionistëve që janë në kryetari tyre, ka një burë në kryetine, që gjërmon për dit, dhe ja kam gjetë ku janë paret me aqu pensionistëve 200.000 lek më shumë. Ku janë? Ku janë? Sali Berisha Ose në Surela për? Po jo, ja ku janë lek tani. Po të regu ku janë që se dinasti. Nuk e din ti tani për të thënë. Se di. Po. Më ketën shumë gjera për të parë këtu sot. Nuk ka marrë këtu. 200.000 vetë janë punuj shtetit. Po. E kam dokument. Po aqën, 192.000. 200.000 afrës. Tani, dokument që ekspertat e qeverisë shqiptare thonë Shqipëria ka nevojë për 30.000 punuj shtetit. A janë 30 rrathe? A ka nevojë një bashkim më shumë se 1.000? 30 rrathe, ka 30.000. Po ti thua do t'i lesh pa vota këta ti, se ata aty e kanë bazën e votave. Këta tani që bojnë? Ky që bën tani? Ky i fut e bën 200.000, që duhet bën 200.000, a i punoj si shteti ky për 200.000-ve, ky i thët babës vetë a ditë në votime, voto për Edi Ramën, se babi nuk kena ropë mujnë tjetër. Atër babi vetë, bosh me grune vetë, bosh me vlejnë vetë, të traftojnë ty dhe vëmë votojnë pa. Pa e vem një familje 3 vetë. Ky edhe 2 tjerë, e zamë se nuk ka vlojnë motër. 3 herë 200.000, a bojnë 600.000, këtu i ka. Me këtë mënyra, ka mënyra se si e ka, si e sënën populli shqiptar kë. Kam një propozim, po mbaroj. Ka mënyra, atëherë, 600.000 merë me këtë mënyrë, me këtë lloj hajnijet. Edhe 100.000 ko antarë, që kanë kënë komunista, e bojnë shtëtja, a i fiton zjedhjet. Unë të kam 800.000 vetë, se i ka të atëherë. Ne i themi këte. Pensionista, ne këta 170.000 që janë tepër, dhe t'i heqim nga puna. Sepse ja kam filmuar me kamera, ku del 15 minuta, janë 3 vetë në zyre, kanë punë 15 minuta. Rinë këtë, punojnë këtë, s'ka nevoj për atë shumë. Ta shumë që nuk vën para. Një minutë, atër 170.000, se unë e profesor matematikët, bëmi shumë zuti për rrët, pa edhe mezatarën, 800.000 rok, atë gjë del shumë, atë shumë, bëmi pjesu për 700.000, 750.000 Sa rritet paga? 230, para pa vem 200. 200.000 lek, që ku janë pare 200.000 lek, çdo pensionist me marrë më shumë. Po nuk ka shërbim i vogël këj që i banë Selamijin i shehri, që mi dhënë 750.000 Shumë interesante këtë ndështrim. 200.000 lek, e ka 150, edhe 200 banë 350, e ka kafen, i laqet i pin. Pra që kjo burri që duhesh mi besu t'i partisë pensionistëve, se kë nuk të tradhton ty, dhe duhesh mi besu që ti mersh ata 200.000 lek, se është drejta shpirtit tuj, mas me elan Edi Ramën me vjedh me këtë nërë, e para. Pra 200.000 lek më shumë. Pa nuk kam mjeftu me kaq. Do ta vazhdojmë prapë, bisedën ta pyesim çik taksimin. Do të tregojmë tani edhe më vonë, po deshe, unë kam miq inxhiniera, njerëz që më respektojnë për atë shpirt që kam shqiptarit, edhe më kanë tregu se si rritet buxheti i shtetit 3 fish.
Ta the pastaj. Po, dakor, se vazhdojmë pasaj. Zoti Tasim, Shiko, unë kam një propozim. ju si mendoni që mund të shpëtojmë nga kjo kriza që ka lër vendi? Jo tani këtu, më falë Fredi. Ky Edi Rama si mund të bindet që të largohet bashkë me Berisha? Jam konsultuar dhe me kryetarin e pensionistave dhe unë propozoj diçka të tillë. Ne tre jemi këtu sot. Ai kryetari i pensionistave. Ti ke një parti të vallit çka ke, apo se ke? Ja, kam qenë unë Mirë, më falë. Unë jam presidenti i Republikës Çamerisë. Edhe Kostaj Papa të bëjmë një grupim si e djatha shqiptare e shekullit 21 dhe të vemi në protestë të katërt atje dhe të pozicionojmë të katërt të tre atje. Po kush do bëhet kryetar nga ne, se është problem tash? Jo, unë s'kërkoj që për vete. Çdo Ta tregojmë kush është kryetar. Jo, unë s'kërkoj. Akrollakajnë ta marrin dhe e bën. Do t'jap ju propozimin. Do t'ja bësh? Po patjetër. Po për zotin. Se Goni ka influencë të madhe publike. Do t'ja them unë tani kaq. Kryetar të tregojmë. Tani, shiko. Ti jemi një koalicion. Bëni mua, lëm të më bëni mua kryetar. Po patjetër. Unë jam i vogël unë. Jo, më çiti i vogël, ti je tamam, po do të thënë. Po ne jemi të vjetër unë, ti tani, ti je mos im tani. Jo, do ta bëj me short, Me shorte, më transparente. Me short. Po ta marrë agrolakën, ë? Do ta marrim. Agron. Dhe kam dhe diçka. Këtu regjia. Agron, je i ftuar dhe mos u shmang nga përgjegjësitë dhe detyrat kombëtare. Zot presidenti, ky burri këtu sa herë takohem i ka bërë dhe ato falenderimet live në këto rrjetet sociale, në këto. Unë përpiqem ta bëj çik më shumë për vete nga ty, po ti ma ke marrë më shumë Tasimin dhe nuk e le të ka bërë zëndës president dhe të ufove dhe të alienëve. Mos ma jep të kënaqësi. Tani tjetra, fal, ose s'kam më këtë skuq ma vetë. Tjetra është kjo, më the për Edi Ramën. Unë propozoj këtë Edi Ramës, i jep dorëheqjen, mos i fut shqiptarët në luftë me një njerëzit, bolli ja vran shqiptarët. Si mund të bindet ky? Si mund të bindet? Ja, të them tani. Dy arsye. Jam dakord ose lami, ose jam plotësisht dakord me ti. Ti flet me letra, unë flas çik me një natyrë tjetër. Tani, ai votat i ka. Unë e di që ai bashkëpunon me Sali Berishën. I ka 78 vota. Po Sali u thotë jo, ma i kemi tani. Sot ata bashkë do mrishtën tani. 78 vota i ka. Po si janë bashkë? Saliu është fukara, është me zi. Lemo cili fukara Saliu. Edi Rama miliarder. Lea tani si janë bashkë ata? Mos na futa në kanale tani. Tani jo tani. Ti bashkojnë votat, ta bëjnë nga republikë parlamentare, ta bëjnë republikë presidenciale. Një. E dyta, votat i kanë, o Edi Rama jep dorëheqjen, vë kurorën e mbretit ose bën president në republikë presidenciale. Hiqe Bajramin atë Bajrami kokull është atje, që ke kot, se ke vën kot Bajramin ti atje. Ti në moment a heqësh. Kjo propozimi im. Bajrami është fantastik. Edhe po si bëre këto, hik. Bajrami nuk ka asnjë të keqe, vetëm i them një gjë, kudo që shkon që kështu, pa u ndir, të mbaj ndonjë udhër me vete, se mos e marrin më sysh. Po të paqëruar. Të paqëruar, thotë, është nga çamëria kjo, të paqëruar, ta mbaj brenda që ti prishet syri keq, kujdo që ka xhelozi me të. Është një super president. Dhe tjetra për Sali Berishën, un kam këtë. Ta kam thënë këtu që ajo po kjo kishte kjo që nuk grata thonë njëri tjetër po. Sali Berisha mundohu ta hoqë në ngrata qëndron kryetari i Partisë Demokratike siç e ka Partia Demokratike në Amerikë dhe Partia Republikane, menaxho partinë. Boll, karriera jote Sali Berisha u kam sakrifikuar se kam bërë atë kam dir. Të kam marrë në duar në Vlorë, ku nuk guxonin dot në 98-ën, që fluturonin një helikopter amerikan mbi vite. I radhë të fikët atje. Po më ura unë duar mos e ke shtunguar shumë edhe pa dashur i radhë. 6 muaj më ka dhënë Mesi, pak rëndësi kanë kaloj iku. Edhe ta di këtë, ta di. Shiko, Sali ti je shumë mirë, po je çik mos më njohës. Çu është? Asnjë aspirinë, asnjë gjë të dërgovi që të dim të mes. Çfarë thua tani, do mrisë rada tani motë. Apo s'ka pasur lekë për një aspirinë. Nuk e kanë në grad do të thonë. Dëgjoj tash, unë e di që ti je shumë i apasionuar pas futbollit. Se nuk dua ta mbyll këtë emision pa të pyetur dhe për futbollin. Ishte ky trajneri, si e kish ky Silvinho, se e harrova emrin ky braziliani. Kishte ca lëvizje të çuditshme ai kështu. Ishte kështu. Po ti ishte këtu me këta të legë të bes, mund të dilte këtu në. Ja, mos e ngatroj. E bylli bukuraj, Mirë. Juve bët një shprehje që po të më dëgjoj mua të jap një skem, do fitoj kombëtarja. Ja kam dhënë. Ja dhe se si. Jo kam dhënë në emision televiziv. Po ai nuk e zbatoj, nuk të dëgjoj. Ja. Edhe humbi.
Edhe u shkarku. Tashi për të trajnerin e ri që ka 2 ndeshje, 2 humbje, ky që ka ardhur. Ku e kanë marrë këta, nga e kanë gjetur këtë? Ja, shiko, po të shpjegoj unë. Çfarë këshilla mund të jepni këtij? E kuptoj. Shiko këto. Që kombëtarja të ecë para. E kuptoj. Ky trajneri Edhe me Dukën, ke muhabet me Dukën? ja, ai i kanë bërë kush e di sa letër nuk pranon me mprit. Po pse kështu si ka mundësi? Çan ta njerëz që ju mbet janë i qetë. Unë jam deputet, ai s'më qenë me mprit. Unë i them, a ka mundësi me më ti, mi folën 10 minuta futbollistave që të kualifikoshën botënor. Po, I kanë bërë disa letër, nuk një qenë. s'pranom. I kanë bërë letër atij Silvinjës. Ti je Po njeriu. Silvinja edhe s'kupton shqip, Jo, po. jo, jo, jo. Ky Duka duhet ta ketë. Jo, se ka për këtë. Nuk ka ashtu. Ai, ati kam thënë, unë jam deputet, I ka thënë që ka mbaruar matematik? unë kam pensionin 1 milion lek, 4 milion lek qira, marrë nga tokën që më kalon babi jemi me Po, qira. s'kam ndonjë nevojë. S'kam nevojë për lekun. Unë du më ardhë me të thënë ty si shqiptar, po zero shpërblim. Ja kam thënë emision televiziv me të Pa pagesë. Po, është aty emisioni, Po, në YouTube. prandaj s'të duan ty sa ata duan të bëjnë tendera me pagesë. Zero shpërblim. Sallarat. O njerëve, 10 minuta unë jam shqiptar, mo. Po jem deputet i zgjedhën, po si mos më lan ti 10 minuta mi thonë me mujt Serbin, që Serbin mi a thy dhëm. Ta ftojmë Dukën këtu Nuk në një në emision, ti bëjmë thirrje? Po s'vjen më? Ha? Pa nuk Po vjen. me ne bëjmë Po, Viktor bane. Portokalli. Ta di shumë për ne. Duka, Armando, je i ftuar të Nuk vish vjen, këtu se a di dhe që i merr bëj? edhe trajnerin po të duash, Po, po. edhe Silvinjo thirrë po të duash, Po. edhe ti jap mendimet jeni sheri ku ka gabuar ai. Jo, trenerin që ka sot, edhe i vetë. Këta dy mjaftojnë. Po, atëherë, që i bëjnë? 10 minuta i kërkoj. Cilët nga lojtarët të pëlqen më shumë? Një minut, Që të vi dhe 3 lojtarë. 10 minuta mi fol. Unë, 10 minuta. Atyre mi tregu gjana që nuk i din literatura e FIFA-s. Pra, unë, sa turp me liftu vetin më kështu, a kupton, po e kam dhënë provë, kam bëha eksperimente, unë s'kam shkuar për trajner, atë dhe kam licencë trajnerit se i ka thënë trajneri gjerman ka bë mua këshilltar i tij. Ky din më shumë se FIFA. Ky nuk ka licencë, na kena licencë, ku e kanë urdhë dhe jepi licencën, se i kam treguar çfarë Ku i di. ke mësuar këto ti? Unë e kam pas djalin në futboll edhe e kam studiuar si autodidakt. Autodidakt. Kam lexuar tani shkem biologji, psikologji, Je apasionuar pas ty. Edhe kam kanë edhe njëri mësues matematikë, kam mendën shnosh, kam intelekt, edhe kam zgjerat në. Edhe marr. Kjo është literatura e FIFA-s. Kjo është e jemja. Në qoftë se ti Silvinjo, unë pa thëmë këtë e dindi se ke dhënë provim, ke marrë licencën. Shqipe edhe këtë, në qoftë se ke marrë mirë se kjo, merre marrë këtë edhe fito, që e Shqipnin botnor, nuk kam i shku unë trener. Po Kemi me shku ti. Gjermanët, Po, nuk nga do ke ma. pasur lidhje me Gjermanët? Nuk din, po kam shku në Gjermani para javët dhe kam taku një trener gjerman. Ata janë më të thjeshtë, janë më të Më kanë mirë, ata thënë- të dëgjojnë. Më kanë marrë vesh këtë gjë ata, dhe më thënë, çfarë marrësh ti me këta mo? Me Armando Dukën, me të s'ke nevojë shkruaj libër, këtë që na folin i Klopi, kjo gjë e rinë botë mo. Shkruaj libër më bjerë mu, 5 milion futbollista ka Gjermania, ta shesin libër, 1 euro me fitu për një libër, ti merr 5 milion euro, që merresh me rrugashe një skot, ti din gjë që si din kush në botë, edhe ty nuk një gjën me fol 10 minuta, rinë atë shtet ti dhe me fal atij shtet, se je shqiptar ty, bravo të shoh për patriotizëm që ke. Po këta janë njerëz, po si është e mundën me ndodh kjo, se i thoshin imigrantët, që kanë ndodh kjo gjë, kur e pa videon, që kam bëhu në medicine që i tregova çfarë di unë që s'din kërkosh, a një, po janë edhe një 15 tjera, a kupton, ja? Duka këshet si na shikone me përçmim, thot, spitali psikiatrik atje, thot, ata s'din se çfarë flasin, thot për neve, po ashtu është. ne spitali psikiatrik në fakt është atje, ke Armando Duka, ata janë gjithë të shmendur. Nëse burrej, Që s'na dëgjojnë. Armando Duka, nëse djalë shqiptarit ai, kur i thet një, se nuk mundet me më thanë mua që je për spital psikiatrik, se unë jam... Jo, themun, janë ata, po, ata s'mund na thonë dot neve. Unë jam deputet i njëri i zgjedhur në Republikën e Shqipërisë, që atje kur kam deputet një minutë, i kam prunë unë e direkt $140 milion nga Washingtoni, nga UKB, se në takoshin në tërmeti. Dhe po në takoshin im, se të vlen balla më se bën se ta paqeshin me ty. I bëj letën, s'kam nevojë për ty, dhe nga mvullin e partizën, vjen delegacioni për Washingtoni 2 herë, $140 milion,
ja ka pru ky burri që i thet me çun kampionat botëror Shqipërinë, me që Po të kishte afruar Armandoja, ato lek mund t'ja kështë që Armandos. Edhe Armandoja si investon të për fusha. Armandoja që në tonë jena shqiptar, jena vlezër, edhe na duhet edhe me falë. Edhe unë e falë. Armandoja i ka qef leket në falë. Nuk ka një problem, edhe kur më ka pyet atë ditë Yllin Akipi në emision me Cënej, kam thënë, aja është njëri që e ka qu futbolin për para. Po bashkë me këtë, u bashku, ajo me qëria ti. Me qërin të me u bashku këtë dyja, në aqojmë edhe më nërtë. E pse mos ta bëjmë këtë gjë? Kja është e që thëmë unë. Unë i du Armando Dukës, ajo me qëri që unë e gërëse se nuk kem servilun. A u dane, nuk kem serviluja ti unë. Jo, në sevish për më të mirë, të bashkë me mirë. Është një president shumë i mirë, i zoti që meriton me në e e ti si mund t'i afrosh? Po unë du mi thënë ati bashkojë mërdore me mu, Regjia, që të bona dhe më të fort. Shiko, unë them që ke Armandoja nuk mund t'a afrosh me ide dhe me mendime, po me këtë të lekëve mund të afrosh. Po shese, me atë vullën, gjenja 114 milion euro të asjelësh, shko të qoj doj dokument, do t'i sjell të thoj e ta qikosh, kur të bëj edhe një bus atje bashkë me Loro Borici dhe me këta të Ka një dokument A t'ja bëj një ofert? Po i bërë ofert me lek? Po me lek. Ka dokument, përmend ka vetë, së do përmend. E ka dokument nga timo, ka dhurat e madhe e para. Armando, mos e umpsh. Merë një thes me dollar të hënë të të rria. Ka arë peshkesh. Unë për ta Armando Dukës për bëj një thirrje. Unë kam kënë në Gjermani, edhe një trener Gjerman më thëtë shkruaj libër këtë që nuk e dënë me morë Armando. A ta shtypim tu ke Helga Sikrit, ke shpjaj me botu se e kam për nder. Po, e botojmë atje. Edhe a i në Po do më falësh nga një euro a gjysmë euro mua, ma? Unë marë një euro tjere të mene ju mu. T'ja japim Armandos për sa të ty. A i që e boton libër bashkë me Armando. Unë një euro për libër. A i pranon Armando, ja se s'la mirë me në. Se la miu, nona, e gjurmon lekën mordjen e gjënë ati ku s'ka. Për të mirë me futbol. Pa tjetër. Vaj pak, 5 milion libra. A din se libër mund shitet edhe 500 euro? Qa thumë? Po e bën futbolistin, e bën milioner mo. Po. I lirë kejpa, që është djali një shoku të me, ja kam mësua po gërshenu si më mirë Shqipëris. Po e ke shkrojtur librin apo jo? Po më të shkru. Po mirë, do ma të fjallën të abotojnë bashkë. Do të abotojnë bashkë. Admir Grimaj. Se mos të mera i Gjermani të abotojnë atje. Admir Grimaj, portieri i Kombëtares, ka qenë një portier me vllazin. E kam marrë unë, i kam mësu, e kam bo me prit penaltit edhe morën në Kombëtare. Ajo treneri ekipit kombëtar, trener tani, i themë në Shqipërisë. Po e kam parë në televizor. Po. E përshëndes. Iku. Tjetër. Arjan Barbolushi. Kur hiten me lujti me eqë, ala me djallit i shpejt i fort, i thënë, gjene mërë këtë qa, se e shifte topën. I thëmë, babë si ma thirë mu në natët, e mësejën e bëj me hinë në ekip kombëtar. E tjerë me radhë, e të Martini me radhë, akuta. Atëherë ka marrë vesh federata, më ka thirë treneri Gjerman, kur i kam tërguën se qa di, ka thënë ti e këshiltari im dhe mbo këshiltari ti. Po, 300.000 e kërvot, ma ardhë nga shkollët, s'kishe interes. Tani unë i thëmë ka që Armando Dukës, bëj kontrat me dishmitar aty Alfred Cakon. Prej këtyne parëve që do fitoj unë me këtë liber, që do të qëbë, jo vetëm Gjermanismë dhe, Brazilit... Do të shtypim bashkë? Po, unë thëmë ty që gjysën e lekve do të marron dhe gjysën do të mërsh me Alfred Cakon. Ti the një euro duam. Para se me bo këtë... Ta që mos e dritë, një euro dhe duam. Ja, nuk e dërë, bëj kontratin noteri. Bëj kontratin noteri. Për para se me bo kontratin të noteri, unë thëmë ty, ma birë ti mu një specialist që është i FIFA, se është... Dakor. A i ta vërtetojnë që është ma mira në botë. Dakor, ti bëjmë e pyetje zotit president. Kur thënë FIFA se ka ma mira në botë, atëherë Armando Duka edhe Alfred Cako
marrin gjysën e fitimit. Dakor. Bëjtë noteri mo. Dakor, po ja, ky është noteri këtu. Kjo është transparenca. Kjo bulineshëm. Tash të pyesimi çikë, je xhelos ti që ky merr vesh për veç? Ja. Po ti je xhelos që ky merr vesh nga UFO-t? Nga kush? Nga UFO-t është Jam presidenti UFO alienëve. Presidenti inteligencë UFO-ve speciale alienëve këtu. Dhe universitar. A e di apo? Unë jam njeri po, e mora vesh tani. Shiko tash. Selami një sekond. Çdo njeri për dijen që ka, se çdo njeri ka sensin e vet. Po dakor, ka intuitën e vet që e jep Zoti. Unë për shembull nuk mund ta fitoj unë kur se ti jam gjallë që në jetë me pasone, a kujtane atë mendësi që ka Alfred Çako në marrëdhënien që ka me popullin, si a grabit shpirtin, si e bin se është njeri i vërtet i kësaj bote. Faleminderit. Nuk ka, jo as ti nuk mundesh mu bë ata që çdo njeri ka atë individualitetin e vet. Si mendon ti tash që kjo çështja e UFO-ve ka hyrë në kongres aty dhe po dalin këto tash? Këto janë të bëra nga qeveria amerikane apo janë nga jashtëofsor? Si e mendon? Me Zotin një në qiell dhe me Amerikanët tokë s'vesh shaka. Po. Iku kjo pjesë. Tani ata Amerikanët kanë strategji për të menaxhuar botën 100 vjet para. Po. Ne me Evropën jemi 50 vjet mbrapa. Me Amerikën jemi 100 vjet mbrapa. Ne tani jetojmë në vitet 1930 Shqipëria sot. Ashtu. Tani Amerikanët tani po e nxjerrin dhe në rendin e ri botror do menaxhojnë, do kenë një rol të rëndësishëm UFO dhe alienët dhe inteligjenca artificiale me universin bashkëpunim, të cilat në këto vendet e lindjes, këto vendet e prapambetura që përcjellin vetëm hajdutri dhe dembelizëm, do jenë pjesë e punës, duke mbuluar bujqësinë, studio televizive, e shumë sektor ndërtimin, ka filluar tani më dërgojnë informacion, se si mbjellin bostanin, se si e presin, se si e futin në përarë ka punojnë, se si janë një kosmike, i merë dhe i shkarkon diku në vend tjetër. Ikën makinat në rendin ri botror, po ne shqiptarët akoma gjithmonë të ti, ne e shumë, nuk se ne jemi më të parameturit katit, parameturit të tjerë, por shqiptarët ne e marrin që kthesën me vonesë. Edhe neve selameti, si na quajnë mua, unë e kam thënë kështu, më thonë mua, ti ki ish i marrë, më thonë mua, ki ish i çmendur, ki ish një mish me dysi, ki ish një budallak, ki ka rjedhur. O miqtë e mi, çfarë do them unë juve, e shau një nga një vlonjat, një lab nga labëria nga Vlora, e shau një qam në Vlorë, e shau nga motra, se labërit që koni vlonjatit shaj nga motra, i tha ki qami, ti o vllai mi labëris i Vlorës, tha, më shave nga motra, tha, po ko që dojnë, tha, ki unë s'ka motër, tha, qëfaj ka mund, tha, vlonjatit s'ke motër ti, besoj ka lë mesazh apo jo? Po. Tashi të pyes unë, ky Elon Musku ka thënë që do bëj një rrugëtim në Mars, ka shumë kohë që e thot. Kush? Elon Musku. Dhe atje do takojmë, thot, qenit tjera ashtoksore, thot, si kur ty është si presidenti Çameris atje në anijet të vesh në Jo, kam punë akoma. Ke ta mban? Shiko, unë ma mban, po pa lejën e tyre s'veprojun. Jo, me leja, Elon Musk është miku i Trumpit. Bile, ti Alfred Çako, nëse do të them sot më të ti, unë se kam shumë ngarkesa, të propozoj të jetë presidenti i UFO dhe alienëve dhe inteligjencës artificiale në bashkëpunim me universin. Unë kam shumë ngarkesa, nuk e mbaj dot. Ti je ti. E pranoj. E pranon. Kaloj mesazhin. Për Shqipërinë. Po patjetër më. Dakor. Patjetër. Po do ta shpallësh këtë kudo që ti jesh. Patjetër më. Që presidenti Amun, zvenc president Agrollakaj. Agrollakaj. I Republikës Çameris. Ai zvenc presidenti i Republikës Çameris konsideroj UFO dhe alienëve. Ti je president. Unë shkarkojmë të pjesë, nuk e mbaj dot më. Se mbaj dot më, Fred, nuk e mbaj dot më. Jam shëmtuar, jam të përshuar. Dakor. Agrollaka. Agrollaka është zvenc president. Unë jam president i UFO-ve dhe alienëve, jam me prori Agroni këtu, po të dy jemi bashkë tem. Tani. Agroni ka mik. Të lutem tani. Po, edhe unë ka mik. Shkruan njëri të keshim pakër. Do t'ja dërgosh linkun Agronit? Patjetër. Kur të mbaroj ajo? Kur të mbaroj ajo, tak të goma ti mua, pastaj unë të hënën në mëngjes. Mos të zëmërohet, të ke zgjedhur Agroni ka plata, mos i do ishka soli e llakas ai. Jo, po zëmëroa ja le vendin unë. Unë kaloj nuk zëmërohet, jo. Tani, Agron, përshëndes. më thot një miku im, më shkruan një miku im. Thot, mik është ai një gëzim me pseudonim Gëzim Sylaj, e kishte emrin. Thot, ai gjurmona një, pastaj e fik Facebook-un, ai nuk e jashtu. Po thot mua, ta kesh mik ta si me vetë të prish punë.
ta kesh hasët dhe hamun. E kupton? Këto Jo, më flasë, po do qarët kështu janë. Tash i dëgjoj, se erdhi fundi dhe regjia po më lajmëron. Nuk po shqetësojmë këtë bolla. Regjia po më lajmëron që duhet ta mbyllim. Ishte kënaqësi themi Agronit që s'ka vetëm ajo atje portokalli dhe je o president zgjidhe vet o zëns president. Unë kam qef ti president i UFO-ve dhe alienëve. Ti vazhdon detyrën që ke. Kaloj jeku. Ju falenderoj për bisedën dhe shpresoj Selami që sa të keni ndonjë diçka për të thënë, më pëlqeve se ishe origjinal në shumë çështje. Ore më fal. E shikoj me një bicikletë këtë dhe këta duan hajduta me gjamë të zi, me benca tipi fundit, me fundit garda me këto. A i me bicikletë ka parkori, bicikletë talën. Ne jemi zgjidhja, kaq. Të nderuar shikues, ju falenderoj, shpresoj që në këto momente të sikletshme kur gjithë populli shqiptar është sy e vesh nga protestuesit, duhet ketë edhe pak relaks. Na ndiqni sa herë që ne do të jemi këtu në podcasti Okult dhe mos harroni t'i bëni subscribe kanalit ton që t'ju ndjekim ne me Selamiun dhe me Tasimin dhe mos na ndiqni ju dhe të rinit të mërzitur. Nga unë Alfred Sako, tung tung dhe miropafsh.